Të tjera detaje janë zbardhur nga krimi I ndodhur në Kanada, ku shqiptarja 29 vjeçare Savana Kulla u ekzekutua në një parking në Brampton. Mediat kanë publikuar dëshminë e nënës së viktimës, Karen Kulla. Sipas saj, Savana shkoi të takonte 38 vjeçarin Anthony DeShepper, pasi pranoi ta lejonte atë të kalonte disa orë me vajzën e tyre 17 muajshe. Karen tha se vajza e saj ishte nënë e 4 fëmijëve. Gjatë takimit të tyre, Karen tha se Savana u qellua dhe u vra. Thjesht nuk mund ta besoj që ajo ka ikur, tha nëna e Savana, duke shtuar. Ishte kaq e bukur, shumë e bukur. Zakonisht I qëndronte besnike gjërave, ishte e zgjuar dhe e bukur dhe ne e donim shumë. Të martën rreth orës 14, policia rajonale e Peel ju përgjigj raportimeve se një grua ishte qelluar me armë në parkingun e një qendre tregtare në zonën e Airport Road dhe Queen Street East në Brampton. Gruaja u shpall e vdekur në vendngjarje. Karen tha se vajza e saj dhe DeShepper ishin më parë në një lidhje, por ishin ndarë disa muaj më parë. Ajo më tha rreth një muaj më parë, nëse I qëndroj me të, ai do të më vras, tha Karen. Në vijim ajo rrëfeu momentin se si mori vesh për vdekjen e vajzës së saj. Në banesën time erdhi një oficer policie, I cili më tha se vajza ka vdekur. Nuk e di çfarë bëra, thoshta bërtita, as nuk e mbaj mend. Ajo është më e vogla nga 3 fëmijët e mi, e dua shumë, nuk mund ta imagjinoj jetën pa të, shpreh Karen. Nëna e viktimës pretendon se policia I tha se të shtënat fatale erdhën pas një mosmarrveshjeje për një çantë pelenash. Nga ajo që kam dëgjuar, ai I tha asaj, më duhet çanta e pelenave. Ajo tha do ta marr unë. Ai ju përgjigj, e harrove çantën e mallkuar të pelenave, dhe pastaj vetmja gjë që dëgjova ishte se kishte 3 të shtëna, pohon Karen. Sipas Global News, autori I krimit, I cili u ekzekutua nga policia në një përpjekje për të arrestuar, ishte I kërkuar në vitin 2023 për vepra penale që lidhen me armë zjarri, pasi u akuzuar për të shtëna me armë në një rezidencë në Brampton. Një urdhër arresti për të u lëshua dhe ai u arrestua disa javë më vonë nga policia rajonale e Waterloos. Këto akuza ishin ende në gjykat me një datë gjyqi të caktuar për vitin 2026. Ai ishte liruar me kusht duke pritur këtë gjyq. Karen tha se e pyeti Savana nëse DeShepper kishte armë. I thash, më premto se nuk ka armë. Jo mami, të betohem se nuk mban armë. Nuk ka më armë. E di, kjo ishte budallallëk. Shpreh nëna e 29 vjeçares. Në vijim Karen tregoi se DeShepper e shqetësonte në telefon. Ai sa Savana kishte ndryshuar edhe numrin. Ai e çmendi në telefon. Ajo e ndryshoi numrin, por ai e gjeti dhe e merrte përsëri. Thoshta 50, 60, 70 herë në ditë. Dhe ndonjëherë ajo I fliste, por I thoshte që ndro larg meje, më lër të qetë, shpreh Karen.